العلم تاج ونبراس لصاحبه يرقى به سلم الأمجاد والرتب وإن خلا المرء من علم ومعرفة فما يفيد جمال الوجه واللقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, mirë se takohemi në këtë tubim të bukur, në xhamin ton të bukur, duke shpresuar që të mësojmë diçka nga feja e Allahut Gjelle Gjelaluhu e të ndriçojmë rrugën e udhëzimit ton, të pastrojmë shpirtin dhe zemrën ton, e duke u munduar që të rrisim dhe besimin ton. Të nderuar vëllezër, falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu, I cili na mundësoi që të përfundojmë me sukses kapitullin e parë të këtij libri, ku sonte inshallah me lejen e Allahut Gjelle Gjelaluhu do të futemi në kapitullin e dytë, ku me të vërtetë është një ndër më të rëndësishmit, për arsye se në këtë kapitull o vëllezër përmbledh disa tituj, disa tema, të cilët janë thelbi I përmirësimit të edukatës sjelljes së një muslimonit, e cila me të vërtetë është edukata, mirësjellja, morali dhe formimi I karakterit. Padyshim se një ndër më të rëndësishmet që ka nevojë njeriu në çdo kohë, edhe në çdo epokë, e në çdo vend, është edukata dhe sjellja. E vazhdon hoxha kapitullin e këtij libri, pra kapitullin e dytë, me nën titullin me të cilën e sjell, e ajo është ehemmiyetul adabi wa shiddatul hajati ilay. Rëndësia e edukatës dhe nevoja e madhe për to. Nevoja shumë e madhe për edukatën. E fillon hoxha me këtë titull o vëllezër që të na bën me dije se me të vërtetë do të shohim se edukata është çështja më e nevojshme që njeriu ata e ka nevojë. Edhe se padyshim se edukata besimtarit I ja jep ndriçimin, vlerësimin, edhe se me to njeriu ngritet në çdo vend, edhe se ajo e cila është më e rëndësishmja, çështja e mbrëmshme e njeriu që ai mas pari ta edukon shpirtin e tij, zemrën e tij, e nëse ai e edukon vetveten e tij, padyshim se do të reflekton dhe në gjymtyrët e tij. Edebun nefs, me të cilën e filloi hoxha këtu, tha është edukimi I nefsit, I shpirtit, I vetvetes së njeriut,
Tha është çështje e livdruar, edukata o vëllezër në çdo gjuhë. Në cilën do popull, nëse ti e ndëgjon, të gjithë janë të nevojshëm për edukatën, në cilën do vend, në cilën do gjuhë, ato e livdrojnë edukatën, flasin për edukatën, edhe mundohen që të i edukojnë të tjerët, duke e promovuar mirësjelljen, edukatën, edhe mirëqenjen njerëzore, për arsye se ajo të jep vlerë, ajo të ngren dhe ajo e çmon njeriu. Nëse një njeri nuk ka edukat, nëse një njeri nuk ka sjellje të mirë, me të vërtetë se ai përçmohet dhe ai nënçmohet dhe ulet. E ajo e cila është më e rëndësishmja te njeriu që ai të dinë se nevoja më e madhe e tij është për ta edukuar nefsin e tij dhe për të u përpjekur që ai brendësinë e tij ta adapton dhe ta edukon dhe ta përmirëson. Për shkak se nëse njeriu shiqon pak me shqisat e kuptimit të tij, të cilën Allahu xhël xhelaluhu e ka nderuar njeriu dhe i ka dhuruar shqisat të mendimit dhe të shkathësisë që ai të i dallon çështjet dhe të i dallon sendet. Qenia njerëzore e përbër nga fiziku i tij i cili shikohet me shqisat të synit, trupi i tij i cili shikohet me sy, si dhe ajo mbrendësia e tij, shpirti dhe nefsi i tij, e cila është gjithashtu dhe aftësia e thellë e tij që i dallon çështjet, është e mbrendshmja e tij, me të cilën ajo arrihet me kuptimin dhe me zemrën e tij. Dhe se padyshim se ajo e cila është më e nevojshme që njeriu ta përmirëson atë të mbrendshmën e tij, ta edukon nefsin e tij, vetveten e tij, para se të edukon dhe pastaj fizikun e tij. Përderisa njeriu çmohet apo gjykohet sipas veprave të tij që ai i bën, padyshim se ato vepra janë frytet e një mbrendësisë së edukuar të tij të cilën ai e posedon. Një shpirt mirë, një ndërgjegje e cila është e shkathë dhe e mirë e tij, që ai e kupton ndryshe jetën e tij dhe pastaj ai e edukon vetveten e tij dhe pastaj dhe fizikun e tij. E gjithashtu Allahu xhël xhelaluhu vëllezër i ka kushtuar rëndësi kësaj çështje, pasi që na ka treguar në Kur'an që Allahu xhël xhelaluhu njeriu si qenie njerëzore e krijoi prej një përbërje të fizikut të trupit të tij e cila i atribohet tokës, pra prej baltës, prej lloçit, dhe gjithashtu një çështje të cilën ja adhuroi, që e bëri që të gjallëron me to, e ajo shpirti i njeriut që Allahu xhël xhelaluhu i adhuroi shpirtin atij fiziku, atij trupi, që ai të ndihet i gjallë, por Allahu xhël xhelaluhu shpirtin e njeriut e mbështeti te vetja e tij. Por derisa është çështje që na nuk e dim, çfarë krijimi e krijoi Allahu xhël xhelaluhu shpirtin, me të cilën me to Allahu xhël xhelaluhu e gjallëroi trupin tonë, që të ndihet i gjallë, që të i ndin të gjitha çështjet, të i përjeton të gjitha çështjet, edhe gjithashtu dhe të bindet e të i shijon, e pastaj me nefsin mbrenda ai të i kupton thellë e mirë të çështje. Allahu xhël xhelaluhu e nderoi birin e Ademit kur i dhuroi atij shpirtin nga ana e tij. E mbështeti Allahu xhël xhelaluhu shpirtin që i adhuroi te vetvetja e tij, tha na i dhuruam atij dhe e frymzuam me shpirtin ton nga shpirti jon. Në Kur'an kur Allahu xhël xhelaluhu vëllezër fol, e sidomos në shumë sure, por Allahu xhël xhelaluhu në një sure tha alladhi ahsana kull shay'in khalaqa. Në surën Sajda tha Allahu xhël xhelaluhu, ai është Allahu xhël xhelaluhu i cili i përsosi krijesat e tij me një krijim, me një përsosje shumë të bukur, e i cili e filloi wa bada khalqal insani min tin. E filloi krijimin e njeriut nga balti, nga lloçi. Thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi. E pastaj ai kur e përsosi ata, e frymzoi i adhuroi aty shpirtin nga ana e tij.
Me sure tjera, si në surën Sa dhe të tjerat, shumë herë keni ndëgjuar, Allahu xhelle xhelaluhu kur tha inni khaliqum basharan min tin. Melaçeve ju tha se unë do ta krijoj një njeri i cili e kam krijuar nga balti, nga lloçi. Apo? E pastaj fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kur ta përsosi ato, atëherë pastaj tha e frymëzoj nga shpirti im i dhuruam, tha Allahu xhelle xhelaluhu dhe bini për to në sejdë. Kjo aludon o vëllezër, jo të keq kuptohet se shpirti nga Allahu xhelle xhelaluhu pjesë, por o shpirti është krijesë që e ka krijuar Allahu xhelle xhelaluhu. Mbështetja është nder dhe lavdrim i birit e Ademit që e ka dhuruar, se Allahu e mbështeti sikur që e mbështeti devën e Salihut kur tha naqatullah. Devja e Allahu xhelle xhelaluhu, xhamia shtëpia e Allahu xhelle xhelaluhu, robërit e Allahu xhelle xhelaluhu, të gjitha këto të cilët i mbështet Allahu te vetja e tij, i mbështet për shkak respektit dhe nderit dhe lartësisë të cilën ja u ka dhuruar Allahu xhelle xhelaluhu. Veçanërisht birit e Ademit, Allahu xhelle xhelaluhu ja dhuroi këtë nder edhe këtë lartësi që ai i dhuroi shpirtin që askush nuk e din se çfarë materie është. E mbështeti Allahu xhan nga ana jon, na ja dhuruam shpirtin atij. Me diçka të ka bë Allahu xhelle xhelaluhu që ti të jetojsh, të ndish, të mendosh dhe të logjikosh. Me çka thu? E pastaj tha i dhuruam veshët, e dëgjimin, e shiqimin, e i dham jetë, i dham shpirt, i dham zemër, që ai të mendon e të logjikon. Këto janë një provë me të cilën neve na mjafton që ta shohim se çfarë nderi Allahu xhelle xhelaluhu na ka dhuruar, që trupin me të cilën ti livdrohesh e din sa ja i atribohet tokës. Çështja e fizikut i atribohet tokës. Nuk ke shumë vlerë me trupin si trup, por ajo e cila ka rëndësi shumë për mirësimi, edukimi, edhe që ta formojsh karakterin e fortë të saj është shpirti dhe zemra brenda, me logjikën e mprehtë dhe të thellë me të cilën njeriu e ka një ndërgjegje, e cila është ajo ndërgjegja e zgjuar në mbretësinë e tij, që i logjikon sendet bukur dhe mirë. Mu për atë vëllezër, një poet arab tha, ma wahaba Allahu limri'in hibatan afdala min aqlihi wa min adabihi. Nuk i ka dhuruar Allahu xhelle xhelaluhu njeriu diçka më të çmuar, më të vlefshme, më të virtytshme, dhuratë më të madhe se sa mendja e tij dhe edukata e tij. Huma hayatul fata, fa in fuqida fa in faqada al hayati ahsanu bihi. Këto janë dy çështje të rëndësishme për njeriu, sa që nëse ato dyja i humb, ma mirë ta humbi jetën, është për ta se sa të i humb këto dyja. Mendjen, logjikën dhe edukatën e tij. Njeri o vëllezër, me edukatën të cilën e posedon, ai ngritet edhe nëse familja e tij edhe prejardhja e tij nuk janë të mirë. Edhe nëse nuk e ka ndonjë prejardhje të mirë, por edukata e bukur edhe fisnike, sjellja e tij, karakteri i bukur i tij, e bën ato të ketë vlerë edhe të ketë çmim. Sikur që edhe nëse ndonjëherë për shkak familjes ose për shkak për shembull prejardhës së tij është i nënçmuar dhe nuk e ka familjen, ndoshta atë fisin që ai i përket nuk është i çmuar dhe i ngritur, por e ngren ato morali dhe edukata të cilën e ka. Edhe kjo ndodh shumë, sikur që është thonë, fjala e urtë men qa'ada bihi hasabu, nahadha bihi adabu. Ka ndodhur të cilën e ka përçmuar fisi i tij, e ka ngritur shumë kushin sjellja, edukata e tij. Ndoshta ndonjëherë e shef të ndonjë fis që i përket dikush tu e bë filoni shumë prejardhën e keqe, ose familjen e keqe, ose fisin nuk e ka të bukur të mirë, por filoni i filan familjes që nuk është e mirë, po filoni nuk e di këtë ndryshe ai. Ka dalë ai, pse ai kështu, pse kështu, çka e bën atë që të ketë vlerë? E ka ngritur sjellja, edukata dhe karakteri i mirë i tij. Bu për ato vëllezër, Ibn Qayyim al-Jawziyja rahimahullah tha, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Edukata e njeriut është adresa e fitimit dhe shpëtimit të tij dhe lumturisë së tij.
Sikur që pa edukata është adresa e mjerimit të tij dhe shkatërimit të tij. Dhe nuk ka diçka që sjell mirësitë e dunjas dhe të ahiretit ashtu sikur që është shembulli i edukatës të njeriu. Me të vërtetë se mendoj se mas shumti na që kemi nevojë është që na të kemi edukat. Mas shumti që na mungon edukata. Ka jo edukata njerëzore, ka jo edukata shpirtërore, edhe edukata imanore e besimit të gjitha, me të vërtetë se na mungojnë shumë, edhe se na duhet me përpjekje të madhe shumë, e të mundohemi shumë e të adaptojmë nefsin tonë shumë, për ta edukuar ato. Për shkak se nuk ka dha mirësi që e sjell mirësinë e dunjas dhe të ahiretit si shembulli i edukatës e edebit. Edhe nuk ka diçka që të ka privuar nga këto dy mirësi të dunjas dhe të ahiretit sikur pa edukata. Të përçmon të ul shumë, edhe nëse ndoshta i e më i çmuar, edhe nëse ndoshta i dituri, edhe ndoshta ka arritur, nuk çmohet njeriu me diturinë nëse nuk ka edukat. Nuk vlerësohet për shkak se ka certifikata, për shkak se ka diploma, nëse edukata e tij është e ulët shumë. Sado që të kesh dituri, ose ke diploma, ose një i avancuar dhe i ngritur, në fakt nëse ti futesh në ndonjë marrëdhënie me to, e shef se me të vërtet mirësjellja e tij, karakteri i tij shumë i ulët. Filani ka dituri, është i zgjuar, është ashtu, mirë po edukatën e ka shumë të lodhur. Shumë të ulët, shumë problem shkaki i edukatës së tij. Pra ajo e cila e ngrit njeriu dhe e çmon, edhe ndoshta shumë mirësi i dhuron, është edukata, sikur që ndoshta për shkak të pa edukatës të cilën dikush e posedon, me të vërtetë se o vëllezër, ai që s'ka edep e shef se është i privuar prej shumë sendeve, ndoshta edhe në shoqëri e në shumë sende. Tha Ibn Qayyim rahimullah, shiko se çka bën edukata dhe çfarë ndikimi të madh ka. Çka bëri edukata me ato pronarët e shpellës, me njërin prej tyre i cili pat një edukat fisnike shumë, një moral shumë të madh me prindërit e tij. Kur ai usuall aq bukur dhe aq mirë me fisnikërit madhe ndaj prindërve të vet. E keni dëgjuar hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu, i cili tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë 3 persona, ato 3 pronarët e shpellës, të cilët pa të ndalër një herë kur futen në një shpellë që i zen shiu dhe pastaj i blokon ai guri au blokon daljen e tyre, dhe secili prej tyre është dashur pastaj që të i kurtojnë veprat e mira të cilat i kanë bërë për hir të Allahut xhel xhelalu e që të i shpëton. Njëri prej tyre ishte ai i cili e pat bërë një vepër që i pat respektuar prindërit aq shumë, me një edukat shumë të madhe, që e pat bërë zakon që prindërve të vet t'ju dhuron qumsht shtëpi në mbrëmje. Gjithherë ai ju dhuron të qumsht, para fëmijëve, para familjes, para gjithëve, ai ju jepte përparësi prindërve të vet që të pinë ato, e pastaj një herë u vonua kur erdhte shtëpia, kishin fletur prindërit e tij. Dhe ai qëndron me enën me qumbësht, nuk ju dhuron që mos ta prishat zakonin të cilën e kish, i priti dhe ai ishte i kujdesshëm në këmbë, duke pritur se mos po zgjohen e t'ju dhuron qumë shtëpin, tha derisa çeli sabahu. E tha, o Zot, nëse këtë e kam bërë për hir tondin dhe për kënaqësinë që të arrijë kënaqësinë tonde, o Zot, atëherë na shpëton nga kjo. Tha Ibn Qayyim rahimullah, shikoje se çka dan të thore edukata e madhe dhe e mirë. Ku arrin edukata e madhe dhe e mirë, çfarë rezultati dhe çfarë fryti ka, që ndoshta të shpëton, ndoshta me ndonjë vështirësi shumë të madhe. Si dhe tha kështu. Tha dhe shikoje atë i cili braktisi respektin edhe edukatën me nonën e tij. Kur e thërriti nona dhe ai ishte në namaz dhe nuk ju përgjigj. Kitin mendoj që e keni ndëgjuar gjithashtu, që e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Burejra radhiyallahu anhu, është një njeri i cili ishte asket dhe adhurues i madh i Allahut xhel xelaluhu, e kishte emrin Xhurejj. Emri i tij Xhurejj. Nëse e keni ndëgjuar, nuk humbim kohë, tamam? E keni ndëgjuar apo jo? A dhe këto ta tregoj. Atëherë, shkurt pra që ta kuptojmë se për kanë e ka për qëllim të hoxhës, se vetëm i ka cek, domethënë këto Ibn Qayyim rahimullah thotë, shikoa se ai si usul mirë me nonën sa fitoi me prindërit dhe ky që nuk usull mirë,
edhe nuk pat edukat se çka i ndodhi atij. Xhurejxhi o vëllezër, ishte, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë qenë 3 veta, apo tha pejgamberi në hadith, 3 veta janë në familjitë të tyre të cilët kanë fol. E ceku Isën alayhi salam, edhe pastaj ceku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një fëmijë këtu te Xhurejxhi për një njeri, tha, i cili ishte asket prej Ben Israilëve, që adhuronte Allahun xhelle xhelaluhu shumë, edhe ai është futur këto murgit përpara kanë pasur zanat që të futen, zakon që të futen me një faltore të tyre si të holla e të gjata në pjesë, për shembull që janë futur në to dhe kanë bërë adhurim aty vazhdimisht, e kanë fshehur veten sipër, edhe pastaj nuk kanë pas komunikim me njerëzit që të veçohen vetëm të adhurojnë Allahun xhelle xhelaluhu. Pra shkurt, ky duke bërë ibadet kështu shumë, shkonte nëna e tij dhe fliste ndonjëherë me to. E njëherët ky ishte duke u falur, e duke bërë ibadet në namaz, nëna e thërret, ky nuk mundi të i përgjigjej dhe tha: o Zot, a namazin, a nonës t'i përgjigjem? E thërret aja përsëri: ja Xhurejx, o Zot, a namazin, a nonës t'i përgjigjem thirrjen që më thërret? Normal që ky ishte, dhe me thonë, kjo namaz nafile, jo në farz, por të çështja e nafilet tash ishte në namaz, a t'i përgjigjet nonës apo talen namazin që është u fal? Tha përstrejti herë kur e pa që nuk i përgjigjej nonës, atëherë nona u hidhrua dhe ja bëri një dua këtij kundër, sikur që e kanë zakon nonat që të luten pak si shumë kundër fëmijëve. Pak me aprit gjithherë, mos pash hajrë kështu, ti kështu e kështu, do me thonë gjithherë është ti bën haram me përsheshe, me tombële, me qumshte, me gjitha që ti ka dhonë, por një shkak, do me thonë, shumë të vogël, të gjitha e të malkon, e të boft kështu, e mos ardhë kështu, gjithherë janë ato, do me thonë, disa betime të cilët i ban nona, e këto janë që ndoshta për shkak thyrjes së zemrës të zën. Problemi është te na fëmijët, ose te na për shembull që nuk sillemi mirë, për ata të cilët i kanë gjallë ndoshta të kapa jo. Thyrja e zemrës, ja çfarë, domethënë, çfarë ndikimi pat, domethënë sjellja që nuk u suall mirë ndoshta apo nuk ju përgjigj nonës. E kjo e bëri një dua dhe tha: Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. O Zot, mos e ban të vdes, tha mos e lër të vdes derisa të i shikon fytyrat e lavireve. E kjo ke dua kundër, edhe pse ky ishte duke bërë ibadet. Por don Allahu xhelle xhelalu që ky të sprovohet Xhurejxhi, pra keni ndëgjuar shkurt, tha derisa vjen një që ishte nga ato lavirët, njihej me bukurinë e saj dhe tha: unë mund ta mashtroj Xhurejxhin. Shkon mundohet ta mashtron, por nuk arrin, derisa ajo bën zinë me një çoban, edhe pastaj ngel me barr, e kur e lind fëmijën, të gjithë të bohen dhe ajo e akuzon Xhurejxhin se me kit e kam fëmijën. Dhe me kit e kam bërë fëmijën. Edhe pastaj njerëzit të bohen, ky sprovohet keq. Prej kësaj lutje të nonës të cilën e bën, me të vërtetë sprovohet keq derisa të bohen njerëzit thotë: na ti kemi ditë ty burt mirëve, po ti me namazbe, po ti falesh, po ti kështu, po ti në xhami, po ti kështu, edhe të kitë na bëjsha, na të kemi besu, derisa të bohen zbrit këtu që ta marrin ta gjykojnë, as nuk e din se çka ka ndodhur, derisa ato fillojnë t'ja prishin edhe këtë faltore më të cilën ishte që e kishin, domethënë si Saumea, edhe zbresin dhe rrahin deri ku është problemi, të kështu filonja po të akuzon dhe e pretendon se fëmija është i saj, që ti me ta dhe me thonë me imoralitet. E pastaj ky nga pikëllimi kur shkon te pjesa që ku është ajo gruaja, shkon atë te vendi ku kanë qenë dhe me thonë ato lavidet të cilët kanë qëndruar, e kur i shef fytyrat e tyre atëherë Xhurejxhi dhe me thonë e kupton duan e nonës të cilën ja ka bosi sprov. Ti shohish fytyrat aty dhe e nxjerrin atëherë këtë grua dhe thot: a më lejoni të falem me ta lutja Allahun xhelle xhelalu, e pastaj e prekat fëmijën me gisht dhe e urdhënon, i thot në emër të Allahut xhelle xhelalu se kush është prindi jot, fol fëmija, foshnja dhe thot se baba im është filan çuboni. Atëherë thot njerëzit përsëri kthejnë ati që ke i mirë, ti që ke besniku jone, përsëri të ta ndërtojmë atë vendin kështu, do ta bëjmë me alltën se që ke me të vërtet burr i mirë. Pastaj kthehet ajo lenta, po derisa të kthehet është dhe me thonë problem. Por çështja është se këtu u sprovua Xhurejxhi për shembull me çka? U sprovua me një mos përgjigje të nonës, një dua që e boni prindi dhe me thonë është pak problematike. E mu për ato vëllezër thotë nëse meditojmë edhe shikojmë se edukata ka atë shumë ndikim
Nëse i shikon se cilin i cili është i privuar, çdo i mjeruar, çdo i keq që ka kthy shpinën, nuk është i udhëzuar, nuk është në rregull, nuk është mirë, e shef që s'bën as për hajr dunjas as për ahiretit, tha shikoje se problematika është e tij te edukata, te sjellja, te moralizimi i tij. Ai çat probleme ka. E mu për ato vëllezër, gjithashtu autori e ceku tha keni parë edukatën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në Sahih Muslim nga Sahel ibn Sa'd al-Sa'di, për të cilën tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë kur e urdhnon Abu Bekrin radhiyallahu anhu që të i fal njerëzit që del imam ta zaventson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur vjen vonohet pejgamberi kur vjen Abu Bekrit radhiyallahu anhu i bëjnë me shuplaka, domethënë sahabë dhe i tregon që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po shikoni çfarë edukate, çfarë sjellje të madhe kishte Abu Bekri radhiyallahu anhu kur e shef pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ai pastaj tërhiqet te pejgamberi, Allah t'ia bën me shenjë që të qëndron, të vazhdon namazin, por pasi që tërhiqet e vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj i thot në fund pse u tërhoqe, nuk e vazhdove kur tash më e vazhdo namazin, u përgjigj Abu Bekri radhiyallahu anhu duke thonë: Ma kana yanbaghi li ibn Abi Quhafa an yataqaddama bayna yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nuk i takon djalit të Abu Quhafës, baba i Abu Bekrit, nuk i takon tha djalit të Abu Quhafës të del para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të dërguarit të Allahut. Atë na problem. Me një herë veç kur me dal imam, kur të mungon hoxha, na të dalëm ta provojmë, ta shikojmë se si jemi, a mund ta çojmë ajo, a dima, s'dima, që ta kuptojnë të tjerët. Çështja është që mos të kish dëshirë për të dalë në përgjithësi, po ku është ajo? Respekti është që ndoshta më shumë dikush ka merak që dalë edhe para hoxhit të mëson ti se unë edhe para ty dalë se kam der. Para njërit për shembull se ti pejgamber Abu Bekri radhiyallahu anhu kishte turp dal para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kështu me radhë. Por këto të gjitha janë këto një edukat me të cilën o vëllezër neve na ngel si mësim. Duke e ditur se edebi edukata është dy lloje. Lloji i parë është ai i cili Allahu xhelle xhelaluhu ta dhuron, edhe se ajo e cila ta ka dhuruar Allahu xhelle xhelaluhu është nga natyra njerëzore që Allahu xhelle xhelaluhu e ka krijuar të ai dhe ajo është pjesë, ja ka dhuruar Allahu si dhurat. Ati dikush e ka nga vetë natyra që e ka krijuar Allahu xhelle xhelaluhu, ka moral, ka edukat dhe është shumë i sjellshëm. Tjetra është me përfitim dhe ajo fitohet me përkushtim shumë të madh edhe me arsimim edhe duke u munduar që me edukuar ato shumë për të arritur që ta edukojsh. Se kjo është një cilësi dhe që edukohet që fitohet. Ndoshta dikush e ka një sjellje shumë të keqe, është arritur me një ambient të tillë, por edukata përmirësohet, edhe ajo përfitohet. Sigur që argument për to është hadithin të cilën e transmeton Ebu Dawud ibn Majah, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Ashaj Abdul Qaisit, kur erdhën ai delegacioni Abdul Qaisit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por ky njeriu që ishte me to Ashaj Abdul Qaisit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua këtij duke i thonë kështu: Inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah. Tha me të vërtetë se ti i ke dy cilësi të cilat i don Allahu xhelle xhelalu. Çka bori kjo vëllezër, e keni ndëgjuar hadithin e Ashaj Abdul Qaisit, kur erdhi ky delegacioni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gëzuan në Medinë kur erdhën këto që ta pranojnë Islamin. Pse? Se as nuk i thirri dikush vetëm pa të ndëgjuar për Islamin, as me luftë, as me diçka, direkt e ndëgjuan Islamin, erdhën ta pranojnë. Delegacioni i Abdul Qaisit komplet. Kur erdhën të gjithë ato kur e pan pejgamberin e Allahut, shkojnë ta takojnë, nga dëshira e madhe të cilët e kishin për ta takuar të gjithë me turr te xhamia kur u afruan, ti e ke pa tash me shkua te xhamia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ti mezi pret që të afrohesh të futesh në xhaminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ajo kënaqësia e shpirtit që e ka ato. E para mendoa që ti të shkosh sot në haxh ose në umre, të shkosh te xhamia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Medinën e ndriçuar, e të paramendo ti te pejgamberi Allah gjallë, ti të shkosh ta shohish ato. Çfarë ndjenje do të ishte ajo? E barat të kur vinë, se cili ngan shpejt, kush t'ja puth dorën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me të respekton, ta shef shpejt e shpejt. Por Ashaj Abdul Qaisi o vëllezër ishte ky burr i cili nuk nxitoi. Por nga rruga që ishte i plunosur i djersitur, ky i ndroi rrobat e tij e pastaj shkoi ta takon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam i pastër i drejtuar,
e pejgamberi selam atëherë ja tha e Sheh Abdul Kaisit këto, tha me të vërtetë se ti i ki dy cilësi të cilët i don Allahu xhella xhelaluhu. Tha cilët janë ato cilësi? El hilmu wal ana. Tha është mpreh matësia, maturia, i motor shumë, i mpreht shumë, çështjet i motor mirë, i but edhe i mprehut shumë. E ky çka i tha oj dërguari i Allahut. Këto dy cilësi i tha i kam që jam përpjekur unë t'i bëj, apo Allahu xhella xhelaluhu mi ka krijuar dhe mi ka dhuruar mu? Tha Allahu xhella xhelaluhu ti ka dhuruar, ty ti ka krijuar dhe ti ka dhuruar ty, pra të krijuar si cilësi mrenda. Atëherë tha Sheikh Abdul Qais, elhamdulillahi alladhi jabalani ala khillatayn yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu. Tha falënderimi i takon Allahu xhella xhelaluhu, i cili ai më tërhoqi, më vendosi pra në këto dy cilësi të cilët i don Allahu dhe i dërguari i tij. Hadithin të cilën kemi thënë të dersit tjetër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha innamal ilmu bit-ta'allum. Pse? Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha dituria merret me mësim. Edhe nefsi i cili është për shembull edukata, një edukat dikush që nuk është ndoshta shumë i spikatur dhe nuk është i edukuar ose ka një karakter të vështirë, ajo me mundin që e bën që të edukohesh, dikur do të përfitosh atë karakterin e bukur, edukatën e mirë dhe të sjellshme, se ajo është përfituese dhe e përfiton njeriu ato. Pra mos kishte qenë që ndryshohet, nuk do të urdhënonte Allahu xhella xhelaluhu për të u munduar dhe për të përvetësuar edukatën dhe cilësinë e mirë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha dituria merret me mësim, askush s'ka lindi ditur, duke mësuar e merr diturinë. Tha wa innamal hilmu bit-tahallum. Edhe butësia, edhe mprehtësia, ato merren duke ushtruar butësinë, duke ushtruar mprehtësinë e kështu me radhë. Pra morali i mirë, i cili është edukata e mirë në prezencën e një njeriu, që është një cilësi që gjendet te njeriu nuk është e pandryshueshme, por ajo ndodh me kalimin e kohës. Nëse ti e ushtron edukatën të arrish dhe të edukohesh, duke e zgjedhur ambientin, duke i zgjedhur shoqërinë e mirë që ata të ndihmojnë që ti të edukohesh, për shkak se Allahu xhella xhelaluhu vëllezër ka urdhënuar që na të përvetësojmë moralin e mirë dhe sjelljen e mirë, e të braktisim karakterin dhe moralin e keq. Kur Allahu xhella xhelaluhu tha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka fituar ai që e ka pastruar shpirtin e tij. Do të thonë shpirti, nefsi që përbohet pra me shpirtin dhe trupin në brendësinë e njeriut, ai nëse ti i e nga ata të cilët ti e pastron ato, pra i mundullos ti ai që me mund e pastron, e drejton. E nëse i ke pastruar, ka fituar, tha, dhe ai që e ka ndytur, ka humbur, tha Allahu xhella xhelaluhu. Ai që e ka njollosur ka humbur. Gjithashtu Allahu xhella xhelaluhu pastaj për të u përvetësuar me cilësitë më të mira dhe të fitimit dhe për të edukuar edhe për të edikuar dhe familjen, Allahu xhella xhelaluhu thirrri në Kur'an besimtarët duke thonë: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, runja vetveten dhe familjen prej zjarrit. Pse Allahu xhella xhelaluhu porositë kështu? Se ka mundësi që ti ta edukosh vetveten dhe të edukosh dhe familjen dhe fëmijët dhe pasardhësit e tu. Para Aliu radhiyallahu anhu tha: Allimu anfusakum wa ahlikum al-khayra wa adibhum. Mësonja vetvetes së juaj khairin, mirësinë dhe familjes tuaj dhe edukoni ato. Se besimtari është ai i cili edukon vetveten, mundohet ta shpëton vetveten dhe gjithashtu ta edukon edhe familjen e tij. Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu na tregon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: cili do njeri i cili e ka një shërbëtore dhe ai e mëson ato me një mësim bukur, duke e mësuar ato mirë dhe e edukon ato me edukatën më të mirë, e pastaj e marton ato, tha, i ka dy shpërblime. Por në kohën kur ishin shërbëtorë dhe kur kishte rob. Do të thonë arrin dy shpërblime nëse e mëson, nëse arsimon, nëse e edukon. E çka ta mërmendje është problemi i madh nëse ti e mëson familjen tënde, e mëson fëmijën tënd, i mëson e vladin tënd për ti edukuar, me të vërtetë se shpërblimi është i madh shumë o vëllezër. Edhe se gjithashtu është përgjegjësia e madhe për ne në edukimin e fëmijëve tu, e të familjes tu. Tha Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu: Adib ibnak
fa innaka mas'ulun anhu, edukoje fëmijën tënd, edukoje djalin tënd, se ti do të pyetesh një ditë për to. Ta do të pyetesh çka e mësove edhe çka edukove. Çfarë mësove edhe çfarë edukove fëmijën? A e mësove që ta njeh Allahun krijuesin? A e mësove që ta shpëton vetveten e tij? A e mësove që të i bjen Allahut në sejdë? A edukove që të jetë me edukat me Allahun, me njerëzit, me ibadetin? Apo e mësove ecë birë knaqë, se unë jam knaqë, ti bere më mshoj se unë e pak konvujt, ama ti knaqë bere, mirë. E kjo është problematika, vëllezër. Mu përnat, njëherit Hasan al-Basriju, kur është pytur, dhe se pa dyshim se nuk ka knatësi të njeriu më shumë të një musliman se sa ai të i ketë familjen e tij të udhëzuar dhe fëmijët e tij. Edukata më e nevojshme, vëllezër, përgjegjësia më e madhe është e na si prind që na të i mësojmë dhe të i edukojmë fëmijët tonë. Njëherë të pyet Hasan al-Basriun, Kathir ibn Ziyad, shoku më i madh dhe më i ngushtë i Hasan al-Basriut, i cili ishte për një ajet të Allahut xhela xhelaluhu. I tha ajeti Allahut xhela xhelaluhu që është Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Tha për ajetin Allahut xhela xhelaluhu që Allahu ka thonë: o Zot, ata robërit e mi që lutën Allahu xhela xhelaluhu dhe thonë: o Zot, na dhuro nga gratë tona, bashkëshortet tona dhe pasardhësit ton ajo që na kënaq syrin ton. Çka e kënaq syrin? Ky e pyeti Hasan al-Basriun rahimullah duke i thonë: a thua kënaqësia e syrit ton, çka kënaq syrin ton, tha është për në ahiret apo për në dunjë? Tha Hasan al-Basriu rahimullah, tha wallahi kjo për në dunjë. Kënaqësitë syrit na dhuro për në dunjë. Ajo që na kënaq syrin ton, tha në dunjë, tha është se pasha Allahun, kënaqësi më e madhe dhe e syrit është që Allahu të ta udhëzon familjen tënde, e ta kijesh edhe djalin tënd, e fëmijët e tu, edhe atë dashamirin tënd, dhe atë të afërmin tënd ta kijesh në teatin e Allahut xhela xhelaluhu. Tha se pasha Allah, nuk ka diçka më të dashur te një musliman se sa ai ta ketë familjen e tij të udhëzuar, ta ketë djalin e tij të udhëzuar, e ta ketë edhe të afërmin e tij edhe dashamirin e tij në teatin e Allahut xhela xhelaluhu të udhëzuar. Me të vërtetë se kënaqësia më e madhe për një musliman është kur ai ka dhe familjen e tij të udhëzuar, kur i ka prindërit e tij të udhëzuar, i ka dhe fëmijët e tij të udhëzuar, për shkak se nëse nuk i ka, me të vërtetë se është një pikëllim i madh dhe nuk të gëzon kur ti e din hakun dhe të drejtën, nëse familjarët e tu nuk i ki të udhëzuar të hakut dhe të drejtës. E kjo është ajo e cila me të vërtetë, vëllezër, që neve na duhet që na të mundohemi, edhe se edukimi i mbrenësisë tonë dhe i shpirtit tonë, i familjes tonë, me të vërtetë se ajo dën për një përpjekje shumë të madhe, me të cilën është e nevojshme që të japish maksimumin për ta edukuar, për ta mësuar edhe për ta arsimuar. Neve na mungojnë këto pika. Edukimi i jon, mbrenësin ton, familjen ton, si dhe në shoqërinë ton, si dhe në arsimimin ton. Kja jo me fëmijët ton, kja jo dhe në përgjithësi. Me të vërtetë se njeriu nuk gjen institucion më të rëndësishëm arsimor se sa edukimi i familjes së tij. Familja, institucioni arsimor më i rëndësishëm dhe më i rrezikshëm, me cilat ta humb, do me thonë, gjithë mundin nëse ti nuk je përpjekje në ta. Mu parat prindi o vëllezër e ka përgjegjësinë më të plot, për të cilën ai duhet që të orienton fëmijën e tij drejt edukimit dhe drejt arsimimit. Po nuk arritet ti që të edukojsh fëmijën tënd, po nuk arritet që ti me përpjekjen tënde të arsimojsh fëmijën tënd, edhe ta ndriçojsh me dritën e besimit dhe të edukatës që edukon fëmijën tënd, me të vërtetë se ke humbur fëmijën tënd, edhe pse ndoshta i e gjallë, edhe pse ti ndoshta jeton së bashku me ta. Ai i cili nuk qëndron i drejt, i edukuar dhe i arsimuar, vetë duke u munduar
ai koka përgjegjësi i shtëpisë, nëse ai prishet, le ta dinë se prishen të gjithë anëtarët e tij. Nëse kryetari prishen dhe populli i tij. Nëse ai edukatori i mësimit, i shkollës e i tjetrës, e i xhamisë, nëse ato prishen edhe anëtarët e tij. E nëse ato prishen, atëherë çka pret? Nuk pret ndryshe vetëm se degenerim. Ajo e cila është më e nevojshme që na pra të jemi ata të cilët më së pari duke filluar ta edukojmë vetveten tonë, edhe gjithashtu familjen tonë edhe fëmijët tonë, se nëse ti e humb përgjegjësinë tënde, në shtëpinë tënde ngel vetëm njeriu prezent, por nuk ka ekzistenca yte asnjë faroli në shtëpi. Prezenca yte fizike është në shtëpi, të di se të ka babë dhe prind, por në fakt ti je i humbur apo je i munguar nga roli yt, s'lun asnjë faroli. Edhe pastaj i barazohet, tha fëmia yt me jetimat. Edhe me këto e mbarojmë, me këto poezia të cilat me të vërtet ndëgjoni mirë o vëllezër, se janë të dhimbshme për ne, të cilat të gjithë na jemi përgjegjës të fëmijëve, të familjeve dhe të shtëpijave tona, me të cilët na duhet edukuar dhe duhet ta marrim në sytë e ballit tonë që mos të lejojmë që fëmijët tonë të na dalin dorësh pa i edukuar edhe pa i arsimuar. Për arsye se barazohen pastaj me jetimat. Një fëmijë nuk është jetim nëse i ka vdekur baba i tij, por është jetim nëse babën e ka gjallë dhe i ka prindit gjallë, por nuk i ka edukuar dhe nuk e ka arsimuar dhe i ka humbur mësimi dhe edukimi i tij. Tha një poet arab, lejse ljetimu alladhi qad mata walidah, inna aljetime jetimu l'ilmi wal adabi. Ta nuk është jetim ai i cili i kanë vdekur prindërit e tij. Tha po jetim i vërtet është ai jetimi i cili është jetim që mungon dituria e tij dhe edukata e tij. Ai fëmijë që u rrit pa dituri dhe pa edukat, me të vërtetë se është jetim. Jetimi i vërtetë është ai i cili mungon dituria dhe edukata. Dy pikat kryesore, as dituria nuk ecë pa edukatën o vëllezër, e as edukata pa dituri. Pa të dituri pa edukat nuk të vlen. Pa të edukat shysa, mund të jesh për shembull i edukuar, por nëse nuk din e mposht vetveten tënde. Por atë ajo e cila kompleton një mirëqenie njerëzore, që të bën me karakter të formuar, është që ti me edukat dhe diturin ta kesh dhe edukatën. Këto të dyja mos të i humbish, për arsye se dituria është një mjet e cila të sjell vlerësim dhe të ngren çmim, por edukata është ajo që e jep dritën e saj të reflektimit që të ngren. Dhe gjithashtu, tha poeti tjetër, lejse ljetimu men intaha abawahu min hammi l'hajati wa khallafahu dhalilan. Inna l'jetime limen telqa lahu ummen të khallet au aban mashghul. Tha nuk është jetim ai i cili i kanë vdekur prindrit e tij dhe e kanë lënë ato të gjallë, i nënçmuar, i dobët dhe nuk ka përkrahje. Tha ky nuk është jetim ai që i kanë vdekur dhe e kanë lënë dertet e dunjas, e kanë kapur dhe ngel si i dobët dhe si fukara, por jetim i vërtet tha është ai i cili e ka një non e cila e ka brektisur ato, dhe e ka një bab i cili gjithherë është i angazhuar e nuk kujdeset për to. Dhe me këtë mbaron këtë temë o vëllezër këtu, që me të vërtetë se kjo është për të na dhimbur shpirti që na e shohim rinin tonë, fëmijët tonë, padyshim se fëmia, ai nefsi ose ai ndërgjegjja e tij do të ngon që ai te lojat e tjetër, te mosmësimi, te rahatia, por ne si prind o vëllezër e kemi përgjegjësinë e madhe shumë. Mos e le fëmijën tonë të jetim edhe pse e ka prindin gjallë. Si prind, si non, si bab. E humb fëmijën tonë, të ndodhë që të mesin të e shef në loja, fillon mësimi i shkollës, fëmijët tonë mas pari shkojnë luajnë atje në kafe, pinë vonohen, nuk shkojnë të mësimi i shkollës, s'ka interes mësimi i shkollës, hiq. Kush duhet me dalë me imledh fëmijët tonë, duhet arsimtari, mësuesi, ose i përgjesi me dalë me i mbëledhur fëmijët tonë që të shkojnë në shkollë ose të mësojnë të arsimohen.
A unë si prind s'jam interesu fare për fëmin tem, a ka shku në shkollë, a ka arsim, a ka mësu, a ka edukat më spari, a i me atë mësuës aty të cilët i mësën. Nëse na nuk jemi interesu, unë për vetin jo, dhe të gjithë na, e marëm kitë si barë, vëllezër, që na mungon edukata jonë, të fëmijës tonë, në arsimin tonë, mësimin tonë dhe edukatës tonë. Nëse se kemi dhëruar, si dëshirojmë që na të avancojmë të hesim për para, të kemi pastaj sukses. Interes mos të adin prindi ku e ka fëmijën, 24 orë, në gjysë natës, nuk e di fëmijën e vetë ku e ka. Kur do në lunë, ku do në shkon, ku do në bën, e pastaj ja i fëmij, bën zullum ati, i ka grabitur ati sende, i ka vjedh ati sende. Kjo është çështja e cila rrjedh pas mos mësimit dhe edukatës. E kjo është për të na dhimbur shpirti jonë. Nëse na nuk dëshirojmë që të i cekim sendet me të cilët neve na dhomin, po kjo është gjendja reale jonë. Që e shohim nëse duhet në xhami fëmin jo se mëdhimet nuk është. Nëse duhet në arsim jo se gjuna, të gjitha sendet e dunjas ja kemi mundësuar, arsimin, edukatën si ja kemi mundësuar. Kontroll të fëmijës tonë, si prind, si non, si bab, nuk kemi farë. Me të vërtet, angazhimi jonë, i cilë ta bën për shemë të njën, po çka nëse ja ke mundësuar të gjitha, që ai të përjeton, por të jetë jetim për zgjalli. Çfarë vlerë katër? Me të vërtet se është për ta qajtur hallin tonë që nëse shkon në çdo kafe, në çdo vend në rrugë, të qëndron fëmia, mos ta merr baban pyetje, namazin a ke fal spaku, vëllai. Është për të habitër o vlezër, surën Ikhlas, kul huwallahu ahad, nuk e din një fëmijë i cili ndoshta domethënë ka ardhur për me hym mbylyg mo. Në moshën madhore, a e din kul huwallahu, ende nuk e di kul huwallahu ahad. Prindi musliman, mos ta edukon fëmijën e vet, mos ta arsimon fëmijën e vet, mos të interesohemi si shkon me mësimin e tij fare. Si do të ecim përpara nëse na nuk interesohemi kështu? Nëse shkronja të fjalëve të Allahut endes t'i ka mësu, anaj i thomi vetëm mirë është. Ajtë se nuk është problem. Pse të lodhet ai? Nuk ja dën, valla. Nuk e dën me mësu shkronjat të fjalës Allah. Si mundet? Interes nuk kemi fare për fëmijët tonë spaku, elhamdulillah që Allahu i ka dërguar mësuesit si në shkollë dhe si në xhami. Në të dy palët mund të dërgojsh dhe me mësu. Kush duhet më interesu? Na si prind. Por derisa ka interesohet, kur të interesohesh ti dhe ai mësuesi së bashku, shpresojmë që insha Allah fëmijët tonë një ditë të na kënaqin syrin tonë e të na gëzojnë syrin tonë me ata, domethënë, me të cilën na e shpresojmë që të arrijmë një ditë. Lutim Allahun xhela xhelaluhu, që Allahu xhela xhelaluhu të na edukon zemrën, shpirtin, fizikun tonë. Lutim Allahun xhela xhelaluhu që Allahu të na arsimon neve, familjet tona, fëmijët tonë, të edukon familjen tonë, të edukon edhe evladin dhe gjithë pasardhësit tonë, xhamatin tonë dhe të gjithë muslimanët, që Allahu xhela xhelaluhu ta përmirëson gjendjen tonë e të na drejton rrugës së karakterit të mirësjelljes dhe moralit dhe edukatës fisnike me të cilën e don Allahu xhela xhelaluhu. Vazhdojmë inshallah vëllezër me temat të cilat vijojnë me të vërtetë se janë temat të cilat nuk duhet lëshuar, se hoxha këtu i ka sjellur, pastaj vazhdon që të na tregon për interesin e atyre burrave të cilët ishin të para tonë të ndershëm, që ato çfarë rëndësie i dhan edukatës. Si edukuan ata fëmijët e vet? Çfarë përparësie i dhan diturisë dhe edukatës? Ato cilët janë ato fjalët nxitse, inshallah pastaj në dersin e ardhshëm, edhe si ishte edukata e pejgamberëve dhe të gjithë përshemullat të tjerë, inshallah në vazhdim. Lutim Allahun xhella xhelaluhu që Allahu të na dhuron edukatën më të mirë, sjelljen më të mirë dhe karakterin më të mirë, e që botë sabër dhe duruat, Allahu ju shpërbleft, më bëni Allah se ndoshta e zgjatëm. Mirë po, është kështu shpjegimi i librit me të cilën inshallah shpresojmë që të kalojmë çaste të bukura e të jenë mësim për ne. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.